Koçi Zeneli, doktor përshëndetja, çështja Balluku është në dorë të kushtetueses. I druheni një vendimi në favor të Ramës, çka do e kthente në precedent refuzimin për të shkarkuar hajdutët? Rama po bën gjithçka. Çdo presion që gjykata kushtetuese të vendosë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe në kundërshtim me normat dhe standardin evropian. Kjo është e vërteta. A ju tha shqiptarve se në prani të Marta Kos se pezullimi një zëvendës kryeministri është akt i pa shembull në Europë. Ndërkohë, kam paraqitur dje para 2 ditësh para shqiptarve, jo një, po 10 raste ministrash, zëvendës kryeministra, të cilët janë pezulluar nga gjykatat e vendit si persona në hetim ose të akuzuar, por jo të dënuar. Pra, dhe standardi i pezullimit duhet jemi të vërtet. Standardi i pezullimit është standard që përdoret në rastet kur ministri, zëvendës kryeministri apo cili do qoftë kryeministri vet kanë paftyrsinë dhe paturpsinë të mos japin dorëheqjen. Këto nuk ndodhin në vendet me kod moralo-etik të qeverisës të konsoliduar. Ka një kod, një person i akuzuar, por edhe ndërhetim, unë do e rikujtoj prap ju edhe shqiptarve. Ilir Meta në vitin 2011 dha dorëheqjen si zëvendës kryeministër dhe hoqi dorë nga imuniteti i deputetit, vetëm me motivin se unë nuk mund të paraqitem si zëvendës kryeministër para një prokurori, po do shkoj si hyrëtar i thjesht në mënyrë që ai të mos ketë asnjë pengesë në hetimin tim. Kurse sot, kjo që ndodh sepse Edi Rama është urdhërdhënësi absolutisht i tendrit të tunelit të Llogaras. Por Edi Ramën sot ka në dosje me dhjetra mesazhe të shkëmbyer si me Lubin, ashtu dhe me Berberin. Ndaj dhe ndodh kjo që ndodh në Shqipëri. Ne betejën do vazhdojmë, Edi Rama do bëjë gjithçka për të pambrojtur, po mbron veten e tij, të kuptohemi.